Kujtohen gjithmonë veç ngjarjet e këqijat, hidhura, dhunë sistematike të vazhdueshme që nga arrestimi deri në ditën e lirimit ton. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet. Ka qenë e dhunshme, shumë e dhunshme. Ka pas presion psiqik të jashtëzakonshëm në mënyrë të pandërprerë, me gjitha të burgosurat. Nuk ishte e vetmja, janë disa tjera që përmendën prej gardianëve dhe në këtë akuzë. Për të vu drejtësia në vend, duhet janë gjitha, sepse kanë qenë bashkëfajtore në dhunën sistematike, presionin shumë të madh psiqik e fizik, deri në livanosje që tha dhe prokurori i rastit. Mirë po, kjo është një pikë kthese për ne, sepse pas 2 dekadash e sa, është një shenjë pozitive që drejtësia po don ta vënë në pah dhunën e dikujt që me të vërtet kanë bërë presion të jashtëzakonshëm. Ai është quajtur burg, po mund të krahasohet lirisht me kampet e nazizmit, se çfarë kanë bërë me të burgosin shqiptar pa dallim gjinie. Ka fy në komsi shqiptari, ka fy në formën nga ma të ndryshmet, ka shtime bë punë që as mashkujt s'u i bojnë, duhet me i bojnë femrat. Janë mundu me të friksu në format nga më të ndryshmet.